Dashi. Ditën e sotme, zemra juaj do të rrahë më fort në ndikimet e ëmbla të yjeve, duke ju ftuar të jeni më të hapur ndaj dashurisë. Një bisedë rrethjesht mund të shndërrohet në diçka të veçantë, ndaj mbani mend t'i kushtoni vëmendje detajeve. Në punë, krijoni mundësi për zhvillim duke dëgjuar zërat e brendshëm të intuitës që ju udhëheqin drejt rrugës së duhur. Financat kërkojnë pak kujdes, prandaj shmangni shpenzimet impulsive. Një planifikim i mirë ju ndihmon të qëndroni të qetë. Energjia kozmike e së sotmes ju mbush me ndjesi pozitive, duke ju ndihmuar të përballeni me çdo sfidë me optimizëm. Kujdesuni për mirëqenien tuaj mendore duke bërë diçka që ju sjell gëzim. Mos harroni, harmonia fillon nga brenda. Demi. Sot do të ndihesh i frymëzuar nga energjia e re që po vjen. Në aspektin profesional mund të shfaqen mundësi për të ndërtuar marrëdhënie të reja dhe për të zgjeruar rrjetin tënd. Bëj kujdes me financat dhe mos u nxito të investosh në projekte që nuk i ke analizuar mirë. Në dashuri do të vlerësosh një moment të qetë dhe intim me partnerin, duke forcuar kështu lidhjen tuaj. Për ata që janë beqar, koha është e përshtatshme për të njohur njerëz të rinj dhe për të zgjeruar horizontet emocionale. Ndjesitë e sotme do të jenë të mbushura me ngrohtësi dhe optimizëm. Kujtohu të marrësh pak kohë për veten dhe të reflektosh mbi ëndrat e tua, pasi sot është një ditë për të krijuar plane të reja. Binjakët, ndërsa dita nis me një frymëzim të ri, mbani mend se komunikimi është çelësi sot. Fjalët tuaja kanë një ndikim të fortë, ndaj përdorini me urtësi. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të zbulojë ndjenja të fshehura dhe të forcojë lidhjen tuaj. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos nguroni të kërkoni ndihmë kur ju duhet. Një projekt i ri mund të ofrojë mundësi të paimagjinueshme në horizont. Financat kërkojnë vëmendje, është koha e duhur për të riorganizuar buxhetin dhe të investoni në mënyrë të zgjuar. Sot, reflektoni mbi atë që me të vërtetë ka rëndësi dhe lejoni që intuita juaj t'ju udhëheqë. Merrni kohë për veten dhe ndjeni bukurinë e momenteve të thjeshta. Daforia. Sot, zemra dhe mendja do të bashkohen me një simfoni harmonike që do t'ju ndihmojë të shprehni ndjenjat më të thella. Një bisedë e veçantë me dikë të dashur mund të sjellë qartësi dhe afërsi më të madhe. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, ato do të jenë çelësi për suksesin tuaj. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, prandaj mbani syt hapur dhe mos hezitoni të lëvizni me guxim. Shijoni momentet e qeta dhe meditoni për të gjetur ekuilibrin e brendshëm. Koha e kaluar në natyrë do të rigjenerojë energjinë tuaj. Besoni në ritmin natyror të gjërave dhe përqafoni ndryshimet që po vijnë. Zemra juaj është busulla më e mirë. Kujdesuni dhe lejoni që ajo t'ju udhëheqë. Luani. Dita e sotme mund të sjellë një ndjesi të freskët dhe energjike, duke ju frymëzuar me optimizëm për të ardhmen. Në punë, përçoni vendosmërinë tuaj, por mos harroni të dëgjoni edhe të tjerët. Një bashkëpunim i ri mund të hapë dyrë të reja. Financat mund të përmirësohen nëse bëni një plan të strukturuar dhe ndiqni një buxhet të përshtatshëm. Në dashuri, është momenti i duhur për të ofruar me partnerin dhe për të ndarë mendime të ndjera. Nëse jeni në kërkim të një dashurie të re, besojini instinktit tuaj dhe mos nxitoni. Përqendrohuni në shëndetin tuaj emocional, meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të jetë qetësuese. Lëreni dritën e brendshme të ndriçojë rrugën tuaj sot dhe përpiquni të shijoni çdo moment. Virgjëresha. Ditën e sotme, gjërat do të ndriçohen me një energji të freskët dhe stimulues. Në dashuri, një bisedë e sinqertë do të ndihmojë të forconi lidhjet me ata që ju doni. Është koha e duhur për të shprehur ndjenjat dhe për t'u hapur ndaj të afërmëve. Në punë, përpjekjet tuaja do të vlerësohen dhe mund të vini re një mundësi të re që kërkon të kapet me kujdes. Bëni një plan të mirë dhe qëndroni të fokusuar te qëllimet tuaja. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet impulsive. Qetësia e brendshme do të jetë çelësi për të përballuar çdo sfidë që ju sjell dita. Gjeni kohë për veten tuaj dhe shijoni momentet e vogla që ju bëjnë të ndjeni të plotësuar. Peshorja. Sot, ndriçimi i ditës do të vijë nga marrëdhëniet me të tjerët. Kujdesuni për dialogun me partnerin tuaj, pasi komunikimi i hapur mund të sjellë harmoni të thellë. Në punë, qetësia dhe diplomacia janë aleatët tuaj më të mirë. Mos nxitoni për të marrë vendime të mëdha financiare, mendoni 2 herë para se të bëni investime. Ka kohë për gjithçka dhe sot është dita për të mbjellë farat që do të rriten më pas. Energjia pozitive qëndron pranë jush, megjithatë, mos harroni të kushtoni kohë për veten. Një shëtitje në natyrë apo një moment meditimi do t'ju freskojë shpirtin. Kujtoni se balanca është çelësi i çdo gjëje, mundohuni ta mbani atë në çdo aspekt të jetës tuaj. Akrepi. Dita e sotme mund të sjellë disa surpriza plot ngjyra në rrugën tuaj.
Në sferën e dashurisë, ndjenja e afërsisë do të thellohet duke ju afruar më pranë partnerit. Një bisedë e sinqertë do të zbulojë aspekte të reja të ndjenjave tuaja. Në punë, është koha të vendosni prioritete dhe të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Dëgjoni intuitën tuaj, ajo do të jetë udhërrëfyesi më i mirë për të zgjidhur çdo dilemë që ju del përpara. Financat kërkojnë kujdes, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe planifikoni buxhetin me kujdes. Energjitë e brendshme do të jenë në harmoni duke ju dhënë forcën për të tejkaluar çdo vështirësi. Mos harroni të kaloni kohë në natyrë, ku qetësia do të ushqejë shpirtin tuaj. Shigjetari. Dita e sotme sjell energji të reja që do të ndriçojnë rrugëtimin tuaj. Në çështje të zemrës, prisni një val ngrohtësie dhe mirëkuptimi nga partneri. Hapuni ndaj bisedave të sinqerta dhe mos keni frikë të tregoni ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, do të ndjeni fuqinë e kreativitetit që ju mbush me ide të reja dhe frymëzim. Besoni në aftësitë tuaja dhe mos hezitoni të merrni iniciativë. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje. Një planifikim i kujdesshëm do t'ju ndihmojë të evitoni shpenzimet e tepërta. Sot, zemra juaj është e mbushur me optimizëm dhe dëshirë për aventura të reja. Lërini vetes hapësirë për të ëndërruar dhe kapur mundësitë që universi sjell në rrugën tuaj. Britsjapi. Dita e sotme sjell energji pozitive që mbështjell zemrën me ngrohtësi. Marrëdhëniet personale mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, duke të ftuar të tregohesh më i ndjeshëm dhe i kuptueshëm ndaj nevojave të dashurve. Në punë mund të paraqitet një mundësi e re që kërkon të mendosh me kujdes para se të marrësh një vendim. Mos u nxito, reflekto me qetësi. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por është e rëndësishme të qëndrosh vigjilent ndaj shpenzimeve të panevojshme. Çaste të qeta meditimi do të sjellin qartësi në mendje dhe shpirt. Mos harro të kujdesesh për veten, duke gjetur kohë për aktivitete që të mbushin me gëzim. Një mbrëmje e ngrohtë me familjen do të ndriçojë shpirtin. Ujori. Dita nis me një ndjesi të brendshme qetësie, e cila të fton të reflektosh mbi marrëdhëniet e tua personale. Nëse ndihesh i tensionuar në dashuri, përpiqu të afrohesh me partnerin me një bisedë të hapur dhe të sinqertë. Në punë, energjia pozitive do të të ndihmojë të marrësh vendime të rëndësishme, ndaj mos hezito të shprehësh idetë e tua. Financat janë në një linjë stabël, por është mirë të shmangësh shpenzimet e tepërta. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime të mira në të ardhmen. Ndjeshmëria jote sot është në harmoni me dëshirën për të kujdesur për veten. Merr kohë për një aktivitet që të relakson dhe të mbush me frymëzim. Bari i gjelbër i mendimeve polarizon, prandaj dashuroni veten. Peshqit. Ditë e mbushur me emocione delikate dhe momente të ëmbla të cilat e bëjnë zemrën të rrahë më shpejt. Lejoje veten të ndjek intuitën në çështjet e zemrës, pasi shumë herë ajo të udhëzon më mirë se logjika. Në punë, është momenti të përqendrohesh te detajet. Një qëndrim i kujdesshëm mund të sjellë përfitime të qëndrueshme financiare. Shmang çdo vendim të nxituar dhe mendo mirë përpara se të investosh. Koha që kalon me miq do të jetë e çmuar, duke të bërë të ndihesh i rigjallëruar. Mos harro të reflektosh për gjërat që të sjellin lumturi të vërtetë. Natyra e butë dhe ëndërrimtare do të të ndihmojë të krijosh lidhje më të thella me ata që të rrethojnë. Le t'i jepet zë shpirtit tënd poetik sot.